Adheu i vetëm jemi në këtë rruzull toksor është ky vend. Sot punoj afër 40 hektar tokë, plantacion me pemë të ri, me rreth 1800 trupa pemë. Ne jemi në fshatin Tërnov, komuna Skënderajt, një fshat i vogël, prej më të vogleve, prej 52 fshatnave tjera që janë në komunën tonë. Me bujqësimi i rëmërqysh nga fëminia, do të thotë gjithmonë në jetë kemi qenë, bujë kemi jetu prej tokës tonë, prej punës që kemi bo, por që tash ka ndrua dhe teknika dhe mundësia dhe kanë ardhur kushte më të mira, do të thotë mundemi me rrit kapacitetet e punës. Dhe kështu unë kam vazhdu në trend me kohën, me të arriturat. Sot punoj afër 40 hektar tokë, baj lop, pula, dhi, shpes të arrit në përgjithësi, do të thotë pul, qur, gus, mjelma, fazana, misirka, gjitha llojet e shpesve. Njëkohësisht kam një plantacion me pemë të ri, me rreth 1800 trupa pemë, kam 2-3 koshere blet, pra me blet jemi, qysh me thonë, as baba, as babgjysh nuk e manë me në shpinë tonë pa blet. Gjithmonë kemi pas, tash kanë ardhur kushte pak më të mira, me santake, me mundësi me marrë edhe mjaltë më shumë, edhe me rrit numër, pra thjesht po ecim hap me kohën, punën e bojmë pak më ndryshe, me teknologji, më të avancume, gjithçka është në rregull. Unë mendoj që, do thotë, kur të egzagjerojsh punë, të zgjanojsh aktivitetet, sepse gjithmonë në jetë na kemi qenë pothuajse me këto punë të njëjta, qoftë me punimin e tokës, që në vazhdimsi e kemi pa, qoftë me blegtëri, që gjithmonë kemi pas, vend, dhi, lop, pra jemi rrit një farforme me to, po dhe pula gjithmonë kemi pas, pra thjesht sot janë mundësit më të mira që t'ju krijojmë kushte, edhe për jetesën e tyne, po dhe ne të kemi lëvërti më shumë. Kjo është arsyeja. Tani jemi të përgatitur seren për me ndrua, do të thotë me mbjellë rreth 500 fidane spec, edhe janë 100 fidane tjera tranguj edhe domate. Është një serë 2 arshe, 32,6, cilën e kam ble para 2 viteve, që kam qenë në një serë tjetër më të vogël, shihet aty është. Tash kemi një serë pak më të madhe, pak për treg, edhe për veti, kështu, funksionon. Natyrisht që gjitha punët në bujqësi i bojnë bashkë me anëtarë tjerë të familjes, me shoqen, me prindët e mi, me fëmijën e mi. Do të thotë, na funksionojmë kështu. Tjetër punë nuk kemi, tjetër nuk punojmë veç për punë tona dhe për gjanat tona, edhe mbjetojmë me to. Do të thotë, thjesht e kemi si lloj page që marrëm mujore, qoftë me dorëzimin e qumshtit, me përgatitjen e djathit, mazës, kosit. Gjitha këto janë sot për treg, edhe kanë lavërdi, edhe kanë çmim të arsyeshëm, edhe funksionon. To janë punë fizike. Kur e shoh në njëjtën kohë që njerëzit marrin një detyrë qoftë në zyrë ulën, ai është vërtet pasiv në aspektin fizik, edhe detyrohet të bëj fitness, detyrohet të bëj vrapime, na nuk kemi nevojë me i bë, se i bëjmë edhe gjatë orarit punës tonë, pra i kryjmë aktivitetet tona fizike, prandaj edhe rrim kështu vital, nuk mund të trashemi, edhe janë arsye të shnosha puna fizike, më njerin ma mirë, ma fit, natyrisht vështirësit i ka, për arsye se janë punë kogjatrana, edhe po një që jemi rrynë këto punë, do thotë, nuk është një diçka që na pengon, ai ka 15 kg, apo ka 30 kg, apo 50 kg, pra jemi ba imun prej peshave, prej punëve trana, natyrisht që ka vështirësi edhe ne hekum, megjithatë është një farë kënaqësie se jemi mësu me jetu prej këtyre gjanave dhe vazhdojmë kështu. Po nuk kam atë tjetër. Gjithmonë kemi pas lop, gjithmonë kemi pas pula, pejs jom le, jom rrit me dhen, jom rrit me pula, jom rrit me lop. Do të thonë, thjesht i kemi rrit aktivitetet, kemi rrit kapacitetet, kemi mundësi më të mëdha, edhe kështu. Prafërsisht tash i kemi 8 copa lop, edhe janë 500-600 copa pula, qura, gusa, shota, mjelma dhe gjitha këto tjerat. Njëjtën kohë kam kulturat ndryshme bujqësore. Tu fillu prej grurit, misrit, luledjelit, fasulës, kungujve që mbjellim hektar me mira copa, lakën, shalqin, pjepen, gjitha këto që i ban toka jonë, edhe të shishme, edhe të bollshme, edhe të mira për treg, edhe për veti, pra puna fizike, në bujqësi ka 2 lëvërdi.
Leverdia parë është leverdia që mbijeton me ta, merr paret për mbjetës, leverdia dytë është që ti ki mjaft me hangër për veti edhe kursen pare për me ble, se i kituat. Pra, unë po flasë për familjen tem, blejmë me gjanat që nuk i prodhon toka. Blejmë sheqer, blejmë kafe, blejmë vaj, edhe ata shumë pak vaj nga se shumicën e sajnë e kompenzon. Për shembull, maza, klyni, gjanat që dalin prej produkteve shumëtore, pra, kurse mjaft, unë mendoj që një lop, një familje, ja shparit 300 euro pare në gjep, mujore, duke llogarit mazën, kosin, djathin, langun, gjanat që munën me ba një pite, me qit një fli, pa pas nevoj me shku në dogaj, e me blej diçka, e me qit fëmijëve tu. Pra, edhe hanë çnosh, edhe hanë boll, edhe i kursen paret. Kjo është arsyeja. Është ardhur një kohë interesante dhe sot pothuajse kur ti thuash dikuj, hey, banja që ashtu thotë, çka po përzit këtu mo. Megjithatë, e rekomandoj që të mirët me bujqësi. Po të ke funit e provon edhe dikun tjetër. Është nuk ka me gjetë ma mirë. E ma letë nuk e di shka me të thonë. Megjithatë, për mu nuk është e vështirë. E bëj me knasi, punoj atë sa du vetë, ullna kur du vetë, zgjohem kur du vetë. Pra, nuk kam nej shef mbi kry, i cili më ngrasi një bakti, po i grahi vetës për punët e mija. Thjesht punoj për interesa, për qëllimet mija. Po naturisht që e bëj me plot knasi. Unë jam Agron Kajtazi, nga fshati Tërnov, një bujk i vogël, por solid me punët e mija, që më knaqet synja dhe zemra gjatë gjithë kohës sa punoj në tokën tem stërgjyshore.